Disa mijëra qytetar protestuan sot për herë të dytë me radhë në Prishtinë kundër rrugës që po ndjek procesi i rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Protestuesit hodhën parolla kundër EULEX-it dhe UNIK-ut, por nuk kursyen as udhëheqësit politik të vendit. Ndonse ishte parapar për sot, misioni i EULEX-it pritej që të fillojë punën javën që vjen. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Mijëra qytetarë protestuan sot në Prishtinë duke kundërshtuar vendosjen e EULEX-it në Kosovë në bazë të planit të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Gjatë një marshi gati 2 orësh që kaloi i qetë, protestuesit që mbanin flamuj kombëtar shqiptar dhe parolla në mbrojtje të sovranitetit të Kosovës hodhën edhe shumë kritika në adresë të institucioneve të vendit. Oratorët në protesta thanë se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara çon në ndarjen e Kosovës në vija etnike. Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se EULEX-i bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe është i pranueshëm ndaj statusit. E kjo, tha ai, do thotë se EULEX-i është kundër pavarësisë së Kosovës. Sot i refuzohet viza e EULEX-it dhe sot Lamberto Zanieri shpallet persona non grata. Ne po e bëjmë atë që s'po e bën shteti i Kosovës. Protestuesit thanë se institucionet e vendit nuk po shpalosin të vërtetën për procesin e rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Misioni i EULEX-it ndonse ishte paraparë për sot pritet të fillojë punën javën që vjen. Udhëheqësit politikë të Kosovës kanë kërkuar që të mos protestohen ndaj EULEX-it, duke i siguruar qytetarët e vendit se ky mision pengon ndarjen e Kosovës. Ata kanë bërthirë EULEX-it të fillojnë nga puna në verën e vendit që në ditët e para, duke nënvizuar se në të kundërtën ai mund të cilësohet si mision i diskutueshëm. Zyrtarët e EULEX-it thanë se synojnë të shtyjnë në tërvendin, por të rroqin vërejtin se shtyrja e këtij misioni nuk mund të bëhet përnjëherë në të gjitha pjesët e Kosovës. Shtyrja e këtij misioni i bëhet mundur nëpërmjet një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit mbi bazë të raportit të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ku përfshihet një marrëveshje 6 pikësh arritur ndërmjet UNMIK-ut dhe Beogradit. 6 pikat janë kundërshtuar ashpër nga institucionet e Kosovës, cilat thonë se zbatimi i tyre është i papranueshëm dhe i pamundur. Rreth 2000 policë, gjykatës e prokurorë do të vendosen në Kosovë në kuadër të EULEX-it për të mbështetur vendosjen e sundimit të ligjit. I paraparë që në muajin shkurt të këtij viti, shtrirja e EULEX-it është shtyrë disa herë me radhë për shkak të kundërshtimit të Beogradit, i cili i mbështetur nga Rusia, vazhdon të i kundërvihet ashpër pavarësisë së Kosovës, e cila është njohur deri tash nga 52 vende të botës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.